Kontrollet për të ndaluar zaptimin e hapësirave publike ka nisur në vijën bregdetare, por edhe në liçenin e Pogradecit. Strukturat përgjegjëse po verifikojnë zbatimin e rregullave, ndërkohë që paralajmërohet ndërprerja e kontratave për çdo rast të zaptimit të padrejtë të plazheve publike. Kemi pasur edhe 2 subjekte të cilat kanë tentuar për të dalë pa leje, por ndaj tyre po procedohen me masat sipas ligjit. Për gjithë plazhin publik t'ju ofroj qytetarëve dhe turistëve çadra falas për gjatë gjithë bregut liçenor. Për të rritur garancinë e pushuesve janë kufi ujor dhe detyrimi për roje plazhi që mbetet një sfidë për t'u zbatuar. Për sigurinë në plazhe duke vendosur bovat, kemi në plazhet kryesore të qytetit, vetë publike, vetë bashkia ka marrë masa për të vendosur rojet e plazhit. Flamurët. Natyra dhe freskia e liçenit i bën pushuesit të kenë gjithë komoditetet e duhura. Ja shikoj vera nga uji është qelibar për të pirë ujë. Roja se di, po bovat janë bovat. Megjithatë shumë mirë, s'ka patur probleme. Zyrtarët e bashkisë shtojnë se kontrollet do të vijojnë përgjatë gjithë sezonit me qëllim për të garantuar pushuesit dhe qytetarët për shfrytëzimin e hapësirave publike.